Dhe mendojnë ata se nëse arrin t'i fshehin neverit e tyre, veprat e neveritshme, të gërditshme që i bëjnë ata, se nuk do merret vesh. Andaj Allah i madhreshëm i drejtohet muslimanit, për ja bën të qartë edhe jo muslimanit. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Ata fshihen për njerëzve e nuk fshihen për Allahut. Kjo është turpësia më e madhe që mund me bën njeri. Mi ardh marrë më shumë për njerëzve se sa për Zotit njerëzve. Edhe me mendu se nëse fshihen për njerëzve, se ai turp, ajo emet e tyre ka me emet e panjohur. Që njerëzit s'kan kufi të pushtetit, pasurisë, e bon mendje mdhej dhe arrogant, ata binë në nivelin e kafshëve. 3 milion dokumentet e publikuara prej shumë milionave të pa publikuara. Të 3 milion sa të këqia janë, e ato që janë mshef, edhe shumë më të poshtë edhe më të ulta kanë me qenë. Normalisht ato kanë mi po ata vetë, po edhe këto që janë publiku, edhe ato që s'janë publiku, këtë këto janë të regjistru me të regjistri Allahu dhu Gjellar. Andaj për këta vlen muaj ajet kuranor, ku thotë Allahu dhu Gjellar, ahsahu Allahu wa nasu. Këtë që kanë bo njerëzit, Allahu ka regjistru. Edhe pse ata njerëz, këtë që kanë bo e kanë haru. Ama të Allahu është regjistru. Dhe vlen për këta kjo ajet kuranor, ku Allahu thotë në surën Kaf, që njeriu kur do të ballafaqohet me regjistrin e veprave të tija, do thotë ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Çka ky libër? Që krejt çka kemi bën, pe voglave dhe të mëdhave i ka regjistruar. Shqipë në vllazni, na shpesh herë na ngushtohet shpirti dhe zemra nga ajo që i ndodh umetit islam. Nga ajo që i ndodh njerëzve të pafajshëm në botë, prej forcave të mëdha botnore sot, ku do hyjnë me dhunë, cilin do shtet e shkatojnë me dhunë, ndërhyjnë planet në programet shkollore, ndërhyjnë në planet e zhvillimit shteteve, shoqërive, ndërhyjnë, tentojnë me ndërhyj edhe në fetë e njerëzve, që me imponu ata një rregull të vetin dhe si pas ti jeton njerëzimi. Paku një farë brenge, paku një farë gajle, paku një farë shqetësimi, paku një farë trishtimi, janë shëndru jo në djaj në shejtana, po në krijesa më të këqit se shejtanat. Bilmë Allahu dhu Gjelal edhe për këtë fenomen thot, idh qale shejtanu li insani këfur. Kur shejtani i thot njeriu të bën kufër, edhe kur njeriu pastaj bën kufër, edhe arrin kulmin e poshtërsisë, thot inni akhafu Allah, inni bariu minka, inni akhafu Allah. Unë distancohem prej teje, i thot shejtani njeriu që ti qafirit, distancohem prej teje, unë kam frikë Zotin, kam një nivel të rebelimit, kundërshtimit, ama kam një kufi, se s'guxoj me kalu, se tutem përsëri nga Allahu dhu Gjelal. E njeriu të i ndjek hapat e shejtanit, arrin në nivel që mos me pas frikë hiç pi Allahu dhu Gjelal, edhe me bo kësi lloj veprimesh të pa ndodhura më herët. Po, kjo që e nxorrin shesh Allahu dhu Gjelal, është Allahu e din më së miri, është një ndëshkim për këta popuj, për këta shtete, për shkak të zullumit shumë të madh që ja kanë bërë një popullit më të shtypur në botë në shekullin bashkëkor është populli palestinez. Për shkak zullumit të madh që ja kanë bërë, edhe kur lexojmë na që kanë bërë ata në ishullin e xhenemit, sepse ata kanë qyt ishulli i xhenetit. Në atë ishull xhenemit, kjo që kanë përkra okupatorin genocidal sionist për të bërë ato masakra në fëmijë, po themi na, po s'kan akon kjo çudi për ata. Sepse ata pas kanë therr, pas kanë prej, pas kanë coptu trupat e njom të fëmijëve të botës. Andaj në lidhje me këtë temë,
E lexova një ditë një shkrim dhe përktheva, megjithëse një pjesë e popullit tonë nuk lexon, doja ta ndaj me ju për t'regu se ky fenomen nuk është i ri. Zanafillën nuk e ka në këtë shekull, shekull 21, po është histori e cila është gdhendur në memorien kolektive e popujve jo musliman. Ata vazhdimisht kanë bërë këto masakra në gra dhe në fëmijë. Edhe në shekullin e 18, edhe në shekullin e 19, po edhe në shekullin e 20. E sidomos shekullin e 19, koha e kolonializmit që ka qenë, kolonializmit, ata kanë vrarë gra e fëmijë, e kanë djegë fshatra, e kanë mbyt në mënyrë kolektive njerëz, po s'ka pas media mi mbulu edhe jam shef. Tentuan të njëjtën me bo edhe në Gaza në Palestinë. E me i myt jo 70.000, po me i myt e 100.000, 200.000, 300.000.